Jemi rikthyer në studio, jemi live këtu në Klan News për të përcjellë tek ju informacionet më të fundit. Do të shkojmë sërish në kryesinë e kuvendit ku në këtë moment po ka marrë vëmendjen e disa parlamenteve europiane. Protesta e qytetarëve shqiptar ka marrë vëmendjen e eurodeputetëve në seancën e fundit plenare të Parlamentit Evropian. I vetmi parlament në rrezullin toksor që nuk i ka kushtuar asnjë vëmendje shqetësimeve të qytetarëve prej 26 ditëve në shesh, është Parlamenti i Shqipërisë. Dhe me përgjegjësinë e plotë që na dikton detyra si parlamentar, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dorëzuar një kërkesë për interpelancë urgjente me kryeministrin në raport me shqetësimet e qytetarëve. Do duhet të jap informacion Kuvendit Shqipërisë nëse ka marrë apo jo ndonjë mas për të adresuar shqetësimet e qytetarëve. Së dyti, ka dorëzuar një mocion me debat për rolin që do duhet luaj Kuvendi në adresimin e shqetësimeve të qytetarëve dhe gjithashtu ka dorëzuar një mocion me debat mbi rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian që cakton detyrat e shtëpisë për Republikën e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit evropian. Dhe kjo rezolut do duhet ishte që nga dita 1 plani ynë i vetëm i punës në Kuvendin e Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e mazhorancës dhe me gënjeshtën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestuesve. Në asnjë moment, as në kërkesat e dorëzuara me shkrim dhe as në mbledhjen e sotme, nuk kemi pretenduar të bëjmë zëdhënësin e qytetarëve që protestojnë prej 25 apo 26 ditëve. Mirë po ne nuk mund bëjmë se kur nuk jetojmë në Shqipëri. Ne nuk mund sillemi sikur qytetarët nuk kanë shqetësime të drejta që do duhet adresohen. Dhe kjo është arsyeja pse kemi kërkuar një debat në Kuvendin e Shqipërisë, debat që e përsëris është realizuar në Parlamentin Evropian, qytetarët shqiptar janë dëshmitar, është realizuar në Bundestagun gjerman, deputet Bundestagut gjerman kanë folur në seancat e tyre plenare për shqetësimet e protestuesve në Tiranë. Dhe ne nuk mund sillemi sikur qytetarët nuk kanë shqetësime. Ne nuk mund sillemi sikur ata qytetarë që protestojnë prej 25 apo 26 ditësh nuk ekzistojnë. Janë qytetarë shqiptarë. Pavarësisht se kë kanë votuar 1 apo 2 apo 3 apo më shumë përfaqësues në ato kuvend me 140 deputet. Mirë po ta Ulan Balla dhe Edi Rama është mësuar që në kuvend bëjnë vetëm zëdhënësin e interesave të grupeve kriminale. Kur gjatë këtyre 14 viteve, në një ditë të vetme, nuk janë përpjekur të bëjnë zëdhënësin apo përcjellsin, adresuesin e shqetësimeve të qytetarëve. Të treja kërkesat tona janë të drejta të pakushtëzuara nga vullneti i krimit organizuar, përfaqësuar në kuvend nga Ulan Balla dhe nga Edi Rama. E drejta për të kërkuar mocion me debat është një drejtë që na njeh rregulloria e kuvendit dhe nuk mund të shmanget. Dhe mocioni me debat, cilin unë e kam këtu dhe po e citoj për të shmangur çdo keq kuptim, e kemi kërkuar mbi 3 rekomandime të përfshira në rezolutën e Parlamentit Evropian që korespondojnë edhe me kërkesat e protestuesve. Ndryshe nga sa gënjeu publikisht Ulan Balla dhe Edi Rama, e vërteta është që shqetësimet e qytetarëve që protestojnë prej ditësh tashmë në bulevardin qendror të Tiranës kanë gjetur pasqyrim në paragrafin 47, 48 dhe 49 të rezolutës Parlamentit Evropian.
për këtë kemi kërkuar të diskutojmë në Kuvendin e Shqipërisë. Ne nuk mund të diskutojmë për projektet e Artur Sheut në Kuvend. Nuk është kjo detyra jonë. Nuk mund të diskutojmë në Kuvend për projekte ku pastrohen parat e krimit organizuar, apo votojmë ligje speciale për t'i favorizuar përfaqësuesit e krimit organizuar. Këtë e bën Tauland Balla me gjithë tufën e deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Ne nuk jemi për këtë në Kuvend, ne jemi për përfaqësuar interesin e qytetarëve. Dhe shqetësimet e atyre qytetarëve që protestojnë prej ditësh do duhet të diskutohen dhe të adresohen nga Kuvendi i Shqipërisë. E gjova të fliste Llolloj Budalloku në konferencën me ju, të luante ato rol që nuk e luan asnjë parlamentar në botë, të nxjerrjes së fletrufeve ndaj qytetarëve që protestojnë, të fyej qytetarët që protestojnë, të intimidoj qytetarët që protestojnë, të arrijë deri aty sa të keq përdor luftën çlirimtare të Kosovës për teme dhe debat dite në Shqipëri, të keq përdor figura kombëtare, siç ishte rasti i djeshëm i Ali Ahmetit me gënjeshtra dhe broçkulla në raport me qytetarët, që ishte një rrezik, ishte shqetësuar shumë i nderuar i miku i Shqipërisë Ali Ahmeti për rrezikun që po i vinte shqiptarëve nga shqiptarët që protestojnë, detyruan djalin e Hashim Thaçit të vinte se kishte nevojë Edi Rama për një foto. Kjo nuk tregon që qytetarët nuk kanë të drejtë. Kjo tregon që qytetarët kanë të drejtë dhe Edi Rama është i shqetësuar. Prandaj dhe refuzoi të trija kërkesat e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren që Kuvendi të trajtojë të çështje. Dhe arritën deri aty sa këtë javë, edhe pse ishte planifikuar në kalendarin e Kuvendit kishte 2 seanca plenare, t'i vinin kyçin Kuvendit Shqipërisë. Nuk është javë e gjelbër kjo, ku ne jemi. Ka mbyllur Kuvendin e Shqipërisë të javë, sepse janë të shqetësuar që në atë kuvend të diskutohet për kërkesat e qytetarëve, për shqetësimet e qytetarëve dhe për arsyet që kanë nxjerrë qytetarët në protestë. Pa diskutim për ne kjo është e papranueshme, është e papranueshme që i vetmi parlament në Europë dhe në botë që nuk flet për shqetësimet e qytetarëve shqiptar është Parlamenti i Shqipërisë. Pra ne shohim dhe komentojmë ai që kishit ju përpara në konferencë për shtyp, komenton çfarë folën eurodeputetët në Parlamentin Evropian për protestën e qytetarëve, por nuk lejon që deputetët shqiptarë në Parlamentin e Shqipërisë të diskutojnë për kërkesat e qytetarëve. Ka qesharak i ka bërë kjo protestë 25 ditë e qytetarëve, protestë paqësore e qytetarëve shqiptarë me kërkesa të drejta dhe me shqetësime të drejta. Së pari, aksionet e grupit parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë nuk i sugjeron Tauland Balla. Vetmja gjë që sugjeron Tauland Balla është të miratojë një ligj për t'i dhënë favore Artur Sheut dhe grupeve kriminale në vend. Së dyti, çdo lëvizje e grupit parlamentar të Partisë Demokratike do duhet të jetë realiste dhe të mos bëhet për show politik të ditës. E sigurt është që Tauland Balla është kryetari i grupit parlamentar në një grup ku gjysma apo më shumë e grupit e urren për shkak të sjelljes së tij në raport me deputetët. Imagjinoni tani urrëtin që ka nga shqiptarët. Mjafton të hapni rrjetet e tij sociale, do shikoni që në çdo postim ka më shumë komente që shprehin qëndrim kundërshtues ndaj tij, se sa çmerr shikues në postimet përkatëse. Zoti Bardhi, zoti
një skandal i vërtet, e dëgjova. Një skandal i vërtet që Tauland Balla të di se çfarë qëndrimi do t'jap organizata e veteranëve të UÇK-s përpara se ato vetë të shprehen. Thirrja ime për çdo luftëtar që ka paguar me jetë në familjet e tyre apo me sakrificat jashtëzakonshme lirinë dhe pavarësinë e Kosovës është të mos keqpërdoren nga një përfaqësues i rëndom i krimit organizuar në Tiranë, që është Tauland Balla dhe Edi Rama. Është fatkeqësi e madhe që organizata e veteranëve të UÇK-s të marrë deklaratat, apo të konsultoj paraprakisht deklaratat, apo të njoftoj paraprakisht për deklaratat zëdhënësin e krimit organizuar në kuvendin e Shqipërisë. Është një gjë që në gjykimin tim nuk e nderon organizatën e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Faleminderit.